Shoqatat e bashkive kanë disa kërkesa për qeverinë për mënyrën se si do të bëhet menaxhimi integruar i mbetjeve, pasi të krijohet operatori kombëtar për këtë qëllim. Ne propozojmë që në 24 projekt ligjit të shtohet kjo pikë 3.1, ku një ose disa bashki kanë të drejtë të krijojnë dhe të menaxhojnë struktura për asgjësimin dhe e mbetjeve bashkiake në përputhje me këtë ligj. Kjo për faktin pasi ne kemi ashtu siç kemi raste ku bashkitë grup bashkish nuk janë të suksesshëm në pjesën e asgjësimit të mbetjeve, ne kemi edhe raste pozitive siç është rasti i Korçës, kështu që nëse bashkitë pra të mos u hiqet kjo kompetencë bashkive. Aksioner të jetë jo vetëm pushteti qendror, por edhe bashkitë kuptohet në një raport pronësie me përqindje në favor të pushtetit qendror, bashkitë duhet të kenë edhe përfaqësim në këtë SHA, një përfaqësim vendimarrës. Duhet një periudhë tranzitore parashikuar në këtë projekt ligj që të bëhet i zbatueshëm, sepse kjo do të çonte në rritjen e tarifimit te komuniteti, i cili do të cillte edhe një impakt social. Opozita nga ana tjetër këmbgul se ky projekt ligj cënon pushtetin vendor dhe kërkon siguri që nuk do të shkohet sërish drejt një modeli si ai i inceneratorëve. Ky është një ligj i rëndësishëm ndër të tjera edhe për shkak të debatit merrsisht të ndezur që kemi pikërisht për këtë çështje. Sot ka njerëz në burg për këtë. Pra dhe sa më i mirë tjetë legjislacioni, aq më pak hapësira ka për abuzim. Askush nuk ka pasion të shohë se si kryetar bashkish, apo funksionar, apo ministra e tjerë shkojnë drejt burgut. Çështja është a trajtohen mbetjet ashtu siç janë për të trajtuar. Projekt ligji për menaxhimin e mbetjeve u lë të drejtë bashkive vetëm mbledhjen e mbetjeve në territorin e tyre, ndërkohë që trajtimi do të kryhet në mënyrë të unifikuar nga operatori kombëtar, që do të krijohet gjatë vitit 2026 dhe do të jetë një shoqëri aksionere me kuota shtetërore.